Po. E fundit, që t'i bëjmë zonjës Osmani? Zonja Osmani mund të jetë ministre e jashtme. Mund të jetë. Ministre? E jashtme. Është platformë në politikë, se cili... Që ajo ka qenë presidente, tashti ne mund t'i kem qindra kritika për zonjën Osmani, edhe unë kam qindra kritika për zonjën Osmani, mirë po për shkak të ruajtjes së balancave dhe për shkak të kontakteve të cilat i ka ndërtu gjatë kësaj periudhe, mund t'jetë një opcion që ajo ta drejton diplomacinë. Me siguri jam i bindur që e drejton shumë më mirë se sa Donika Gërvalla. S'po them perfekt, s'po them që zonja Osmani është në nivelin e Enver Hoxhait për shembull, por e drejton shumë më mirë se sa Donika Gërvalla. Peshë si ministre të Kurtit. Po pra, pse të kujt ndryshe. Si të kujt ajo zonja Osmani e Kurtit është. Këto tjera aty LDK janë jo guxo janë llafe. Pse ka listë guxo në Kosovë? Formalisht po. Formalisht po, po në del lista guxo vetë në zgjedhje këqyre sapi përqind po i merë. Kurti tregoi që me rezultatin 28 dhjetorit votat i mori edhe pa Vjosa Osmanin. Paskë. Po, aty është ajo gjithkohën unë këtë po du ta them. Albin Kurti i ka tregu edhe zonjës Osmani, po edhe të gjithë të tjerëve që nuk i duhet kërkush për mi fitu zgjedhjet. Edhe të mos e harrojmë një fakt. Zoti Kurti i ka fitu zgjedhjet vetë.